I kore në Arabi. O, Daniel, unë jam nga Shqipëria, nga Kosova, Dardania, Shqipëria e madhe. Qfar në Arabi, Allaile? Arabi e kom vendin më të dashur, Qabin e shet, e kom varrin e profetit Muhammed. O, zot, që ma selamin shkoj të vizitoj, që me janë 1.200-300 euro, shkoj në umre, për Ramazan kisha shku pasha zotin, po s'ka, no money, no funny. Po, pse jo, pse mos me dasht Ebu Bekrin? Pse mos me dasht? Gjdo kush jemi mëkatar, anna nuk jemi gjyqtar. Edhe shokët e pejgamberit, profetit, kanë gabu ndonjëherë. Por ne s'kemi drejti, gjykojmë, shkoni në Arabi, që ky Gazi Meta, edhe ky knena të TikTok i vjetër, shkoni në... O, na muslimant, me shku në Arabi, ju në Kosovë meteni zbraz, 2% meteni. Mobe mos asi ju du të më konë të lumtur që shumë ke pëlqyja, bravo kadrë. Në ju du të me qenë të lumtur që na muslimant po e rujmë traditën shqiptare, po e rrisim vlerat shqiptare, kombëtare. Qërma flamurin, qërma Adem Jasharin, qërma flamurin, hajde, fol. Ku me shku unë në Arabi, shka me lyp unë në Arabi, numër 1, Zoti nuk ma ka kriju mu trupin për me rujtat, me duruat në nxehtësinë e madhe. Unë jam shqiptare, na, shqiptarët, musliman, ani pse themi selam aleikum, na jemi musliman o njerëz, na jemi shqiptar, në bitë gjitha, sepse këtu kemi lind, nuk kemi lind në Arabi. Selam aleikum, qabja, namazi që falet në gjuhën arabe, që ishte tjetër, leximi i Kuranit në gjuhën arabe, sidomos fjala selam aleikum, kjo është identiteti jon fetar, që në tër botën na identifikohemi vetëm me një selam aleikum, edhe mos me pas shamin në njerë thënë qenë ka muslimane. Prandaj ju lutëm. Okej, ama jo shqiptari me shqiptarin, e qka u bota shqiptari me shqiptarin, Allaile mos na përzini kryt me shqiptari, se na shqiptarin e kemi në shpirt edhe e kemi dashni. Por tash e kemi muajin Ramazan dhe tash jemi shumë shpirtëror. Edhe të krishterët, edhe muslimanët, edhe ateistët, për të gjithë, Zoti ka mëshirën e tij, mos t'i gjykojmë njëri tjetrin, sepse kërkush s'm ka pyet mu, a me lind në Arabi, a me lind në Kuvajt, a me lind në Amerikë. Ndoshta unë e kishëm pas shef me lind në Amerikë, po Zoti s'm ka pyet. Edhe fen e kemi prej të parëve tanë, të krishter e musliman. Shu që mos u kapni për fe, mos u kapni se na musliman, me bo me hik në Arabi, ju met një as 3-4%, edhe krejt mesin që si zhë klas, ose me loj gjanat amorale që ka shoqëria jonë kosovare sot. Po, falenderojmë Zotin që muslimanët, shqiptarët, musliman 95, po pra se unë mendova 2% janë katolik, hajde 3%, po ortodoks janë sërbët ma shumë e tjera, por edhe ortodoks ka. Kështu që mos u kapni për fe edhe për kombë. Unë numër 1 jam shqiptare, sepse kom lind në tokat shqiptare, mande jam muslimane, e dikush tjetër mandej, masi është shqiptar, është i krishter, se ashtu ja kanë mësu fen të parët e tyre. Dhe kjo neve duhet me na gëzu, që njeri sa ma fetar që është, aq ma shumë është i dobishëm për shoqërinë. A e pat që ka bënë në Amerikë, për shembull. Që pat jemrin ai Epsona, s'di që ishte ai pedofili që nishullin e vet, që ka s'kan bë me fëmit, që to nuk e bëjnë muslimanët. A ju mundeni me thonë, profeti ju ka martu me vajzën 6 vjeçare, mundeni, s'ka problem, po na nuk ja besojmë, sepse ata që thonë që kinse, po Jeffrey Epstein, që të fjallë, që të emrin shumë për aroj, po hizdu me shkurt. Jeffrey Epstein,
E keni pa çka ka bo, po prap, edhe për ato nuk mundemi na mi akuzu vllaznit e ton të krishterë. Se ata që kanë bo në këtë ishill, që ky Jeffrey Epstein, ai nuk ka të boj as me kombin, as me fen. Prandaj ju lutem, duhet t'i vlerësojmë njerëzit sipas kulturës numër 1, çfarë edukate kemi dhënë fëmijëve tonë, ta ngrisim pak ma shumë vetë dijen tonë, mos të rrim me një vetë dije tullt, vetëm me shkum punë me ardh te shtëpia, me hëngër, me pi, me flet, mu shumëzu, po çdo ditë ma shumë me ushqy veten tonë, me kultura të ndryshme, me marrë shembull prej kulturave të ndryshme, me ushqy shpirtin tonë, me lexime, e ne do ta lexojmë leximin e Kuranit, do ta lexojmë Kuranin. A quhet agjërim në qoftë se nuk merr abdes? Po, nuk ka lidhje, edhe nëse nuk falesh, ti agjërimin e ki kabull, e ki të pranuar, sepse agjërimi prishet vetëm kur shtin diçka në trup, qoftë edhe një gjulpan apo një bar, një tablet, ujë, një glënk ujit e tjera. A abdesi prishet çdo gjë kur del prej trupit tënd. Gjaku, vjedhja, naj fryme keqe, shkon në WC, në banjo, e tjera. Beta, nuk kam medhebe dashur, nuk kam medheb, sepse medhebet janë kriju në 200 vjet pas profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij. Pyetni edhe ju o gjallart, a kam pas në kohën e profetit dhe 200 vjet mas vdekjes mshimit të profetit, a ka pas medhebe? Nuk ka pas, ato ta siguroj me kokë, por Lizbeke, ke punë me Zotin ti, s'ki punë me neve, me Zotin që ke përbuz natyrën mashkullore dhe je bëhet tillë. Zoti ta falë zemër, po Zoti është i madh, falë, s'ka det, veç ti pendoju se është muaj i pendimit. Nuk e di pse s'po mundi me ju marrë, shka problemi, po, okej. Me cilin sheh me fol, pse 2 adresa? Po, i nderuar, sepse kjo adresa e vjetër nuk është e regjistruar dhe po dua që ta mbyll, ndërka që adresa e re është më e sigurt, është më e regjistruar është në Gjermani dhe dëshiroj që këto ta pasuroj me video. Zatën nuk jam duke vendos video në TikTokun e vjetër, por jemi të gjithë në TikTokun e ri. Prandaj vetëm për ata, vetëm se e kam regjistru. Gjë tjetër. Mos fol aman qoftë çfarë sheh, ai nuk është sheh i pulave, sheh malsorin. Ai s'ka lidhje elle. Ajde pash Zotin. Ai ta mëson gjuhën shqipe, ai nuk ka të bëjë me fen islame. Ai mundet më konë i krishter, si që flet për krishterizmin, edhe ja pranoj. Beta, po, ju që shiko, mezhebi Hanefi, thotë Beta pyet shumë mirë, po ne që jemi duke praktiku sunetin e Muhamedit a.s. është Hanefi. Po, është e vërtet, po mezhebi, pra shkolla e mendimit Hanefi, është kriju 200 vjet pas profetit. E tash pak me mendu, po si kanë jetu këta pa mezheb. Kështu që mezhebi mundësh, ndoshta është i pranuar të Allahu, mundësh me pasu, nuk është problem, por duhet m'ju kthy Kuranit dhe Ehli Bejtit. E për Ehli Bejtit është edhe mësuesi i Ebu Hanifës, që është quajtur Gjafer e Sadik, Imam Gjafer Sadiku. E ky Imam Gjafer Sadiku ka qenë profesor doktor koka e të gjithë dietarëve të asaj kohës,
Ajo është prej Ehli Bejtit, prej familjes profetit. E ky ka qenë mësuesi i Hanifës. Për shka duhen këto mezhebet? Për shembull, tek sunitët është 4 mezhebe. Mezhebi Hanefi në Kosovë deri para luftës ka qenë 100%. Në Bosnjë, në Kosovë, Sanxhak, në Malzi, në Preshevë, 100% kemi qenë mezhebi Hanefi. Që i themi kjo islami jonë tradicional. Sepse dietarët e Kairos e kanë pa që është mëse e nevojshme në Ballkan të pasohet mezhebi apo në arabisht medhebi apo shkolla juridike hanefite. Mirë po, pas luftës ka ardhur edhe një medheb tjetër. Ai është medhebi Hambeli. Për shka ky medhebi ka ardhur tek ne? Sepse nxënësat e tonë mas luftës nuk kanë shkuar në përshkollime aq shumë në Mekë Medine, por kanë shkuar pas luftës kanë shku të gjithë nxënësit e fëmijët e Shërinia e Kosovës për shkollim për teolog kanë shku në Mekë Medine. Ndërkaq para luftës të gjithë kanë shkuar për studime, studentët edhe vllai jem, edhe Naim Tërnava, edhe të tjerë, kanë vajtur për studime në Kairo. Në Kairo në Egjipt, është qendra e shkencave islame. Kur janë themelu fakultetet në Mekë Medine, janë 2 vendet e shenjta, sepse në Medine kemi varrin e profetit, e në Mekë kemi Qaben e shenjt. Prandaj, në Mekë Medine, kur kanë hap fakultetet, nuk kanë pas profesor të gjuhës arabe. Pra, dhe kanë marrë nga Maroko dhe nga Egjipti. Këto ta them me argumente. Por ne nuk do me thonë se jemi e Hanefi dhe nuk besojmë Kur'anin. Jo, kurse si. Edhe unë në një farë mënyre jam Hanefi, sepse Hanefi me Ehli Bejtin, Maliki, Shafi, këtë këto mezhebet sunite që janë kriju, krejt janë të ngjajshme me Ehli Bejtin. Me rëndësi është Kurani dhe Ehli Bejti, familja e profetit. Ndërkaq këto mezhebet që janë kriju, ju nuk është problem. Ju vazhdone me atë mezheb, shkollë të mendimit, sepse kjo nuk ju ndan prej besimit. Të gjithë besojnë Allahu është një, Muhamedi është profeti i tij dhe pastaj këto medhebet mas shumë të shkojnë me diturit e shokëve të pejgamberit, që i kanë shkruajt, i kanë ujdis e i kanë qëndis. Ndërkaq medhebi, shkolla bazë themelore është Ehli Bejti. Pra shkrune që aty Ehli Bejti, shkrune Imam Xhafer Sadiku, pyetni në ChatGPT, mos rrini sepse çdo pyetje që e bëni, keni me pas përgjigje dhe keni me u vetdisu. Prandaj nuk është problem me qenë në Sunni me Hanefi. Deri në momentin kur ti nuk e kupton të vërtetën. E kur e kupton të vërtetën që baza e shkollës islame është Ehli Bejti, e atëherë ti fillon me ndryshu, duhet me pa pse, me pyet vetëm pse nuk ka pas mezhebe në kohën e profetit as Hanefi. Profeti a ka qenë Hanefi? Jo. E pse me qenë ti beta Hanefi? Ama neve qashtu i kemi pas parët tonë. Okej, ti gjerisa i rrin në atë vend edhe nuk interesohesh për mësimet e vërteta, bazë, esenciale, okej, ti e ki falë, se që ta ka dhënë Zoti. Ama nëse ti prej sot, prej kësaj ligjerate, prej këtij rastit, interesohesh, a ka qenë profeti Hanefi mezheb? A i ta shkruan. E kur në ChatGPT, hiq, ajo është një mrekulli, nëse din mirë me përdor ChatGPT-n. Mirë po, kur i thu, të lutem për shembull, ma komento këtë ëndër, e ke pa një ëndër, sipas Ehli Bejtit, me njëherë ta qetë aty, Imam Xhafer Sadiku për këtë ëndër, filon ëndrën,
Kështu e komenton. Nëse ti i thu vetëm ma komento këtë ëndër sipas Islamit, ajo t'jep krejt ndryshe nga kjo që thua ChatGPT-s, ma komento ëndrën që e kom pa sipas e hlibetit dhe pastaj i shkruan ëndrën. Kom pa, kështu kam qenë, kështu kam pi, kështu kam hangër, kështu më ka fol dikush etj. Keni me pa çfarë shpjegime fantastike ju je, por çdo send që ka pyetni sipas e hlibetit. Për çdo pyetje, nëse e pyeti sipas sunetit, atëherë keme pa që ka pak dallime, shumë pak, por cila ka me të flet ty në zemër ma shumë, që ato duhet me marë, sepse ti nga sot beta je përgjithë se para Zotit, se jo pa dashje ti ke hy në TikTokun tim. Prandaj, unë jo pa dashje po ti them këto, se unë s'kam që kërkon me marë në qafë, unë jam 59 vjeqare edhe 2 muj, a jetoj as jetoj edhe 5-6 vjet, shembull, që approximately sa jetojnë në Kosovë 65-66, edhe unë s'kam interes ama bash as kënd, as me deviju, ajde ju lutëm TikToku i vjetër po lyp warning. Se po lyp warning kjo? Pse po thot warning, do shta s'po kupton që jemi aktiv. Ajde ju lutëm, këtu jemi 4600 tek TikToku i ri, boni tap, edhe këtu boni te i vjetri tap, ajde ju lutëm, derisa të kaloni tek TikToku i ri. Na jemi këtu duke folur në TikTokun e ri, sepse së shpejti do të mbyllim këtë TikTok. Prandaj, nuk është me rëndësi Hanefi, Maliki, Shafi, Hambeli. Këto janë vetëm rregullat juridike. Për shembull, te Hanefi duhet mi la komët kur merr abdes. Ndërka që te këta Hambeli, që to sektet e reja, që kanë shku nxënësat kanë mësu Hambelin, Mekën, Medinë mas luftës, ata thënë jo mundesh mi pas qarapet edhe mi dhon mis komve për mi qarap. Wow, për mi qarap. Ndërka që te Ehli Bejti, kurse si, thot përmbi me i dhon mes, përmbi lëkurën tënde, as përmbi mestve, janë ja do mestve i thënë, prej lëkurës lopës. Por, përmi lëkurën tënde, por, nëse e ki këmbën e përlyer, ti normal që njëherë duhet me latë këmbën, ma ndemi dhën mes, se nuk të pranohet abdesi. Pra, janë ja do gjana shumë të vogla, të cilat janë pak ma ndryshe. Qa po thue, ti edhe njëherë ke pyetjen, a ki vëndhe atje këtu, po unë ty po ta bëj edhe mute, se njëjtën pyetje ti e paske, edhe ta bëna blok, kërkoj falje. Se tjera herë ta kom bën vetëm mute, po stash po ta bëj, çka do të thot Sunni Shia. Sunni është Sunni Shia, Sunni do të thot sunneti, pra tradita e profetit Muhammed. Ndërka që Shia do të thot Shia pasuesit e profetit Muhammed, aty numërohet edhe familja e profetit Imam Aliu, Hasan, Huseni. Do më thënë pasues edhe tradita, se ti mund ta kem unë një tradit për shembull prej babës tem, por në qofë se du e ndjeki, në qofë se dua nuk e ndjeki. Ndërka që followers, Shia do të thot pasuesit, që e pason profetin Muhammed dhe familjen e tij. Po ai Sunni Shia nuk ka pasë në kohën e profetit, nuk kanë ekzistuar në kohën e profetit. Por para se me ndru jetë, profeti i thot ja Ali, mas meje, mas i ta amshoj, pra mas dekjes profetit, se nuk është mirë me thënë mas dekjes profetit, po mas amshimit të profetit, apo ndrimit jetë të profetit, profeti thot që mas meje, do të kesh një grup njerëzish të cilët janë Shiatul Ali, që do me thonë janë pasuesit, Shia do të thot pasuesit e tu, që e kanë ndjek Imam Aliun. E pse me ndjek Imam Aliun? Sepse është urdhëri kuranor,
surja e 4, ajeti 59, Zoti thot, Atiullahe, wa atiu rasul, wa ulil emri minkum. Ndjekni rrugën e Allahut, jo bindjuni Allahut, më falni edhe njerë se zguxoj ajetin me gabu, pra, bindjuni Allahut, bindjuni profetit dhe bindju ulil emri minkum, atyre që ju japin emër, ju japin urdhra, ju udhëzojnë. Mirë po pas ndrimit jetë, pas amshimit të profetit, si që dini ehli bejti duke fillu prej vajzës profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, për të cilën historiografia shkruan se ka pasur një vdekje tragjike, u vdiq vajza, e mbytën apo vdiq tragjikisht, studioni pak Death of Fatime to Zehra, vdekja Hazreti Fatime, se keni edhe në kanalin tim në YouTube, do me thënë vdekja e Hazreti Fatimes, është një profesor Qemaludin Reka nga Shqipëria, e cili e ka recitu shumë bukur në kanalin tim në YouTube, Iqbal Huduti. Pra, ju mbyt vajza profetit, ju mbyt dhondri, ju helmunion i djalë nipi profetit, se profetit s'ka pas djemt vetin, po Aliun e ka pas si djalë vetin, ju mbyt nipi profetit, Hasani ju helmu, Hysenin Qerbela, e kanë masakru jezidat, na infrashrit e keni poemen në 25 këngë, Qerbelaja e na infrashrit aty, të regon se sa në mënyrë arrogante, në mënyrë brutale, e kanë mbyt, e kanë helmu familjen e profetit, është mbyt Muhammed Bakir, Gjafer Sadik, Musa El Kazim, Zejnul Abidini, krejt imamët, 12 imamët, deri sa ka arte imami 12, imam Mehdi dhe Agjil Feregjehum, për të cilin aje ka vendin e ti në Samara, në Irak, aty ku ka lind, dhe kanë dalë, do më thënë të gjithë imamët, i kanë mbyt, i kanë masakru, i kanë helmu, të gjithë kanë qenë gjaku i profetit Muhammed. Nisoj si kurse i nderuarja Demjashari që dha familjen e vetë për lirin, për të vërtetën e popullit ton shqiptar, nisoj edhe profeti Muhammed e dha familjen e ti, por mas vdekjes ti, gjenerat mas gjenerate, ata i kishin sekretet e fes, i kishin diturit e fes, ata të gjithë ju mur jeta në mënyrë tragjike, as njeri nga ata nuk dha shpirt me kokë në jastëk. Po të gjithë kanë qenë, mandej baba Imam Mehdiut, imami 11, a i ka qenë Hasan Haskeri, edhe emrin i ka thënë Haskeri, lënë që e kanë majtë në burg, po me vitet të tëra e kanë maltretu si ushtar, dhe më në fund e kanë gjujt prej kështjellës, duke i thënë se veta i ka rasën, i ka dëru dhimbjet, a i ka bo vetë vrasje tjera. Do më dhënë kështu, ja kanë etiketu gënjeshtrat familjes profetit, prandaj mo për këtë arsye, kur e vërteta dëshiron me dalë në shesh, atëherë normal që fitohen armiq, ignorantët thonë diçka që nuk e di unë, nuk është e vërtet. Nuk do me thonë që ti nëse nuk e din një histori islame nga dy burime, atëherë, kur i merë historinë islame nga dy burime, atëherë shetë vërtetën. Ajo, ti vetëm e din nga një burim, i ka lexu 1-2 libra, ndoshta tek e tuk, se s'ka pas kohë me lexu ma shumë se janë 20 libra, ma shumë se 2 libra, s'ka pas kohë me lexu, i ka lexu që atyja 2 libra veç me tituj e nën tituj, dhe kanë dëgju ligjerata, ligjerata shumë kanë dëgju, edhe tash bohët ai ma shumë se ma shumë se teologu, dhe fillon me të thonë, jo, që thonë, këta që ka për e thush, kjo është rren. E pse është rren? Sepse, do më thonë ai, sepse ai nuk e din një të vërtet ndryshe. Prandaj janë keq për popullin ton shqiptar, shia arabisht do të thot degzim, nuk është degzim, shiatul ali.
Shiatul Ibrahim, Shiatul Musa. Shia do të thot ndjekësit, jo degëzim. Degëzim janë bo pastaj doktrinat sunite edhe doktrina shiite janë dy doktrina shkencore të cilat përmes këtyre dy doktrinave na arrim të Sirat al-Mustaqim. Unë për veti jam edhe sunni edhe shia nëse dëshironi me ditë për njohurit që i kam. Ndërka që për njohuri, kur i lexoj unë librat i kam edhe sunni edhe shia, po kur i lexoj unë këto libra, nuk do me thënë që unë duhet patjetër me qenë sunni ose shia. Jo, kurse si. Neve, sidomos në Kosovë, neve na mjafton, neve vllazën motra të nderuar na mjafton me qenë musliman dhe me pasu ehli bejtin. Shkoni ju në për libra, shkoni në panair, keni me pa që libra për ehli bejtin nuk keni me gjetë. Kjo është diçka po fshihet, diçka po zihet. Prandaj, nëse nuk keni njohuri, së paku mos i merrni verbërazi që ato njohuri po pyetne hoxhën e juj, teologun e juj, dikon që është i dishëm, pyetne ChatGPT-n, a ka pas me dhehebe, apo me zebe, po ma mirë është shkolla juridike. Pra me dhehebe, Hanefi, Maliki, në kohën e profetit. Ma spjego si pas ehli bejtit, sepse edhe ChatGPT-ja, kur të kupton që ti nuk i njohuri, a i din mi kombinu muabetet edhe pastaj krejtësisht. Po ti nëse i thu, unë shpesher ka ca fytëm me ChatGPT-n, i thëm të lutëm, mos mi jep nga këto burime, po ka nga këto burime. Atë e thëtë, po yll, mire ki. Nëse në mundet mu ChatGPT-ja me mashtru. Të nderuar miq, këtu jemi të TikToku i vjetër 70, këtu jemi 136. Hajde ju lutëm të kalojmë tek TikToku i ri, sepse si që po e shihni nuk jam duke postu postime tek TikToku i vjetër, i ri jo është Iqbale Official, kaloni këndej, gjithashtu kam nderin të ju njoftoj se pas muajit Ramazan, veç më janë paraqit dy familje të cilët dëshirojnë të lexojnë Kuranin në gjuhën arabe, ta mësojnë arabisht Kuranin familjarisht, do me thonë burri, gruaja, fëmijët, nusja, djali nëse ka problem, unë do të mbaj 2 herë në javë kursin e Kuranit për familjar. Pra, e kam zyrën time me njëherë, hyrjen e kam nga jashtë, tabelën gjitha i kam kushtet, kështu që kush dëshiron paraqituni në 044 509 200 kurse të leximi shkolla e Kuranit për familjar, pra për një familje, nuk do t'i përzim 2-3 familje, se najherë kur djali din ma shumë me baba mi të thotë, mandej i vjen i nati babës ose nënës. Kështu që do t'a kryojmë inshallah, kush është profeti më i madh. Profeti i fundit më i madh, më i vogël nuk ka, se të gjithë janë madhështor, por profeti i fundit, vula e të gjithë profetëve, është profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij. Pas ti nuk ka zbritur asnjë profet. Beta tatuazhi është haram dhe po shikoj që i ke bërë tatuazhe tek vetullat. Okej, beta, profesoresh, doktor, myftinesha, myftiu, nëse e mashkull, teologu, çashtu është, s'ka problem, veç vazhdo. Është haram, s'ka problem, mos i bën ti. Zonja Iqbali në inbox të ka shkruar. Bekim, mirë është me më shkruajt në inbox, por edhe nëse shkruni në WhatsApp, unë WhatsAppin e kam hapur, normal nuk kemi nevoj me emër, me mbi emër, kush jeni, çka jeni mu, hiç më intereson, por çka keni pyetje, lirisht pyetni në WhatsApp 044 509 200. Momentalisht e kemi të hapur TikTokun, këtë WhatsAppin,
mund të shkruani pyetjet, përgjigjet nëse hezitoni me i thënë këtu, sepse me të vërtet ka disa pyetje, por unë me njëherë numra që nuk i regjistroj, pasi ta mbarojmë programin, unë do t'i mbylli. Dhe të dashur miq, ne këtu e lexojmë Kuranin rrjedhshëm bukur me aq mundësi sa kam. Vjen një person te profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, dhe i thot: "O i dërguar i Zotit, po e ndijej se më është afruar vdekja. Dhe çfarë më thua? Çfarë të bëj? Më thuaj çfarë të bëj?" Ai thot: "A din me lexu Kuran?" Ai thot: "Jo, nuk di." Atëherë shpejt Alban Bajrami, ajde edhe mute edhe blok këty, nuk meriton këtu me qenë. Atëherë i thot: shpejt thot shko mere lexoji së paku shkronjat e Kuranit, që shkronjat që të mund të lexosh Kuran, ose thot të gjej vdekja duke lexuar, sepse miqtë e mi të dashur, Zoti nuk ka thënë për herë të parë, nuk na ka obligu vendosni shamijat apo jepni zekatin apo falni namazin e tjera, por urdhëri i parë, faleminderit Jerusalem, mos u harxhoni, faleminderit vëlla. Urdhëri i parë ka qenë Ikra bismi rabbike alladhi khalaq, lexo në emër të Zotit i cili të ka krijuar. Dhe kjo i bie që ky urdhër nuk është vetëm për profetin. Çdo gjë që ka zbritur për profetin Muhammed, ajo është mësim për të kaluarën, për të tashmen dhe për të ardhshmen. Prandaj të nderuar miq, ju preferoj të lexoni Kuranin, edhe një herë, ju që nuk keni qenë këtu, po, unë këndoj edhe ilahije, ju kam pa duke këndu ilahije, po, këndoj edhe ilahije, Suzana, sepse dietarët islam nuk e bëjnë të ndaluar. Shiko, TikToku është bereqeti Zotit, YouTube-ja, Google, përpara ne kemi pas vetëm YouTube-ën. Ku me mbyll bre këta? Të gjitha këto janë begatit e Zotit, të cilat njeriu duhet t'i përdor. Ne duhet t'i përdorim, pra TikToku, normal që nuk është haram, por është haram nëse ti nuk e ke fal namazin, ose nuk i ke bë detyrat e shtëpisë, nëse je student, Zeynep, në Nisa, që tash Zeynep, gjyzi 4 kemi met, ose ki ke obligime ndaj gruas, gruaja ka obligime ndaj burrit, ndaj familjes, ose ti e merr lëshon TikTokun derisa je, ose internetin, Instagramin e tjera derisa je në orar të punës, atëherë është haram. Haram diçka që është e dëmshme, sepse ti po e dëmton familjen duke ndajt në internet me orë të tëra. Ti po e dëmton shefin tënd, sepse në laptopin tënd e ke hapur edhe Facebookin, edhe 5 minuta me ja marr prej atësi orarit të shefit tënd, ti e përzin halalin me haram. Prandaj, gjerisa je në punë, mundesh me përdor internetin, TikTokin, por vetëm në kohën e pauzës, që mos me hy në hak të ati patronit tënd, që me mund me çu rrogën tënd të shtëpia me halal, se për ndryshe ajo çush hin e përzier halalin me haramin, ajo edhe ashtu del prej shtëpisë pa bereqet, nuk ka bereqet, nuk ka, si me thënë, nuk ja sheh hajrin shumë asaj e pagës, nuk mundesh me kriju diçka të madhe. Çështu pra. Prandaj TikToku nëse e shfrytëzon për gjana të mira, pirollat kofta, bravo të qoftë. Por mos e shfrytëzoni TikTokun për gjanat e jo dobishme, gjanat të cilat, sidomos Ramazan, nuk agjerojmë na vetëm me gojë, po duhet na agjeru edhe me sy edhe me vesh. Mos me dëgju gjana pa lidhje, sidomos për mashkujt. Kur i shohin ato këngëtarët e këngët e
këto show-at e Big Brother, e Prime-at e krejt huq ato femrat. Besoni në TikTokun, në këtë Big Brother të Shqipërisë janë ma shumë të veshura, femrat ma zonja, ma zotërinj se sa të Kosovës. Po, i kanë ato kreatorët e vetë që dojnë me prish kulturën e vajzave grave shqiptare, edhe në një farë mënyre i detyrojnë me u zhvesh në atë mënyrë, kështu që nuk është TikToku haram, nuk është as Big Brother haram, po është haram nëse ti e blen 24 orë atë pagesën për me i lanë krejt punë të shtëpisë edhe të punës, të gjallënis, edhe ti zotnia ullët 24 orë e shikon programin e Big Brother, apo diçka tjetër, apo YouTube. Krejt çka është e teprume. Ti nëse e shikon në insert që del prej atyve Big Brother, rasisht, mu shpesh del, se algoritmi ndoshta e ka bërë që me mdal këto video të shkurta, atër është normal, sepse une çdo gjë që e shikoj me qëllim, me marr dituni, me marr gërdi, edhe me mund me i tregu vajzës, djalit, shoqnis, që me mamen që të gjëna që janë të ndodhë, mos i kapni si normale, ama po thot trupi jem, unë e bëj shka du, është trupi jem, nëzoj, trupi jot është, po ti jetu me njerës, shko jetu atje në mali edhe ban qka duash me trupin tanë. More qka të donë kërkush nuk thënë, thot jo, edhe fetishizm që se donë me bon, fetishizm është kur bëjnë marrëdhënie me kafsh. S'ka problem, bon, Zotit ka thënë jo, nëse një person bën marrëdhënie me kafshën, ai është mëkatar shumë i madh, ka me pas një smuje që s'ka me pas ilaç, por edhe ajo kafsh e cila kanë bën marrëdhënie njeriu me atë kafshën, qoftë lopë apo diçka tjetër ku ta di unë, Zoti na rujt, atëherë mishi i asaj lope, atij vit lopës apo dhijes apo naj kafshë ku ta di unë çka bën njerëzit, ai mishi duhet mu pre kafsha në mënyrë të rregullt të mirë, normale, me bismillah Allahu ekber, dhe ai mish duhet me u djeg, pra nuk guxon as mja dhon kafshëve tjera. Pra, kjo është ndëshkimi për ata të cilët i keq përdorin kafshët. Prandaj, këto janë mësimet islame që unë vetëm ja përcjelli, se unë nuk jam ku me di çfarë dietare e madhe, sa po mendoni ju. Veç edhe nuk i lë hapësirë kërkujve me ju arsyetu unë sa jam ase kush jam. Që kjo shka jam, një pëlqefsha bujrum, mos ju pëlqefsha, kërkoj falje, shkoni dëgjoni hoxhallar tjerë, dhe ata janë të mirë, flasin mirë, se jo, qashtu, qëfar kapaciteti ki, që si personi ki me zgjedh, që ajo, që se ti e mësu nëna jote ta në kohën baba me të shajt, me të rreh, me të bërtit, ti normal që duket interesant kur një hoxh bërtet. Se qashtu e mësu. Kështu që na nuk e kemi me bërtima e me gjana tjera, por na e kemi tash me leximin e surës Ali Imran. Prandaj të dashur miq, gjyzit 4, kush dëshiron mas Ramazanit me fillu me hatmën e Kuranit në gjuhën shqipe, në gjuhën arabe, duhet me familje, pra burri, nona, baba, fëmia, pa marrë parasysh vetëm e ta din alfabetin e gjuhës shqipe, edhe mjafton edhe për 20 herë që vini ju këtu, tek zyrja ime, tek klasa ime, mas 20 herëve s'keni nevoj me arë, sepse ju veç filloni me ngjit shkronjat, mandej vetëm e bani klasën e juaj në shtëpi. Pra, disa veta, kretë familja, në shtëpi, e bani klasën dhe online e hapim internetin, gjithashtu WhatsAppin, ose e bëjmë ndonjë program me Zoom, gjithashtu e keni edhe në kanalin tim Iqbal Huduti në YouTube,
vetëm shkoni te playlisti, gjithmonë kur shkoni te kanali im, duhet me shku te playlisti e pastaj në playlisti keni mësimi i Kuranit. Tjetra rubrikë është Khatmja e Kuranit në gjuhën shqipe. Tjetra është Ehlibeti, tjetra është Këshilla martesore, psikologji, ilahie, kaside e kështu me radhë të nderuar miq. Okej, ajeti an-Nisa. Faleminderit qartë të respektin. Am dëgjon. Uno Escobar, uno. Për shembull, ne si punojmë në migracion. Ne po na thonë këto për shembull këto katolikët, ju si jeni musliman, pse nuk shkojni me punue në Arabi si musliman, po vini shkojni punoni në shtetet katolike. A është haram një musliman me shku me punu të një katolik? Shiko, njerë Evropa deri para 25 viteve ka qenë Evropa ka qenë katolike, krishtere, shumica. Ndërka shtash është multietnike. Pra i ka plot etnicitete, ka sepse vetëm Francë 10 milion musliman janë, vetëm Francë. Në Gjermani qashtu, po mendoj prej Turqisë, prej Kosovës e prej Kretë. Kështu që njëherë Evropa është shtet multietnik, me shumë etnicitete, me shumë kombësi dhe me shumë fe. E dyta, në kohën e profetit, kanë punuar gat, kanë shku të jahudit, muslimanët kanë shku të jahudit profetit. Mirë po, nëse a jahudia ma respekton mu fen teme, edhe ma respekton mu hakin tem, është më i mirë se sa një musliman që tu në Kosovë, që nuk ta pagun hakun. Kështu që, na kudo që shkojmë, si shqiptar, duhet me vetëm mi pas vlerat tona kombëtare, etiko-morale, edhe fetare. Do me thonë, qëse une që të dyjat i marrë dhe shkoj në Amerikë, a i fëmija jem, nipi jem, stërnipi jem, ka mu interesu kush është kjo Adem Jashari. Që ky ka dhënë jetën e vetë, me fëmijët e vetë, me këtë familjen e vetë, e sot na po jetojmë liri. Sepse mos të kishim kon liri, na edhe të kishim jetu në Kosovë, prap jemi te krishteri ortodoks sërbi. Qushe kemi pas na sërbi në Kosovë? Sërbi neve na ka sundu. As na ka dhënë ai për veti e ka botë të dilën ditë pushimi për krishterët, tërkaq muslimanëve kur gjahit. Prandaj, nëse mu ma respekton, edhe në Izrael unë mundi me shku me jetu. Nëse mu ma respekton, fen time. Prandaj, Gjermanët nuk janë mo fashistat Gjerman. Italianët mo nuk janë fashistat italian, që i kanë shpërthy gratë shqiptare me bajoneta. E tjera e tjera. Po tash janë italianët, janë miqtë e tanë. Gjermanët janë miqtë e tanë. Edhe na, si shqiptar, na duhet me shku me vlerat e tona, me rujt fen tonë. Je i krishter, mere kryqin. Je musliman, mere një levhe, Allahu la ilahe, me dua, me lutje, një ram, që e ta din, je shqiptar, mere flamurin që e ta dinaj që je shqiptar. Jo nesër, djali jot me tu martu me një djal, me një mashkull LGBT. Po mirë. Që as fëmija s'kur qa. Kështu që ata që ka folin, ata veç lëmëtisin, kur gjatë tjetër. Jo, tani nisë më vetëm me mirë se për shembull na thonë për shembull se na ka vrarë serbi, na ka masakruar gjithë me ato. Po këto na thonë edhe turki. Domethënë kur ka ardhur e ka pushtuar për shembull vagabon edhe Maki. Osmanlinit. Po. Osmanlinjet, jo turku. Jo turku. Turki ti ka pru dronat. Ti ka pru ushtrin ta ka furnizu me miliona pare. E tjera. Osmanlinjet, si kurse fashistët Gjerman, dallohen prej Gjermanëve të sotshëm. Osmanlinjet e dikurshëm, ata kanë bo gërdi, 500 vjet kanë sundu, por kanë bo edhe sendet mira. S'mundemi na mjahu. Ama jo na ka shti me dhun, nuk është e vërtet. Nuk na ka shti me dhun me pranu fen. Por,
Nëse veç e ke pranu fen, ke pas ma shumë prioritete. Ta ka ndrejt xhamin, ta ka ndrejt lagjen me kaldërm, e tjera e tjera. Nëse nuk e ke pranu fen, ki me dhënë gjizjen. Gjizja është tatimi. Tatimi. Se ti je ma pak, qose kretë që kjo lagja është e madhe, ka 200.000 banor, lagja e madhe, një qytet, dhe ka vetëm 200 të krishterë. Dhe feja jonë islame, profeti na ka mësu që për që ata 200 të krishterë, ti du të mja siguru kishën, du të mja siguru dokumentacionin, festat e tyre, kretë këto janë harxhime. Prandaj, i ka thënë profeti, Allah i ka thënë, se profeti nuk thot pa thënë Zoti, ka thënë ju keni me pagu tatimin, qofse une si musliman e paguj tatimin 500 euro në vit, ti ke me pagu 700 euro në vit. Pse? Sepse unë ty ekstra për ty duhet me të asiguru kishën ato këta. Kështu që kudo na shqiptartë, musliman që jemi, kudo që shkojmë na duhet me kriju Kosovë të vogël, Shqipëri të vogël. Osmanlinjet është e kalume, pase, vetë turqit nuk i dojnë Osmanlinjet e dikurshëm. Ama turqit e sotshëm, nëse na e urrejmë dikon tjetër edhe ngrisim veten, na jemi nacionalista. Nuk jemi kombëtar, po jemi të smur prej nacionalizmit. Ata që e ngrisin veten, e turqit i shajnë, amerikanët i shajnë, arabët i shajnë, ju jeni fara turke, ju jeni kështu, ju jeni ato këto, ata janë të smut, ata janë nacionalista. Ata jo që i dhimemi na si musliman, edhe kjo lidhja Deçani që fole. Jo që i dhimemi na si musliman atyve, po ata i dhimësët pse na si musliman besimtar po i mbrojmë shumicën e shoqërisë tonë, muslimane, rinisë tonë, po i marrim në përgjamia. Ata nuk i dhimësen muslimantë. Ata thënë sa ma shumë degenerohuni. E kështu ç'është mu degeneru? Jo, hikni ju prej xhamiave, sa ma shumë që hikish prej fesë, ata çaq ma shumë njerëzit interesohen. Prandaj, nuk duhet me vlerësu njeriun a është krishter, a është musliman. Wallahi billahi ki mu përgjigj për një kojshi tandin krishter që e ki, edhe nuk je sjell mirë. Sepse ti fen tande islame, e ke njollost. Po ki me shku për Krishtlindje, ki mja uru. Ajo si këta radikale që bëhen. Profeti, ajeti kuranor thot, hani ushqimet e tynve, ama jo ushqimet e mishit. Po ushqimet që i kanë bo prej natyres o mëlsinat sen. Hani ushqimet e tyre. Edhe na jemi obligativ me jetu, qoftë në Amerikë, qoftë Gjermani, Zvicër, ti duhet më konë shembull. Ama, edhe fëmijës tanë të kemi thënë, shërmam, çdo kush që është musliman, fenë e njëjtë, edhe zezak më konë, nuk është haram mu martu me ta. Ama, qëse është, une jam muslimane, edhe du mu martu me një të krishter, ti e ke për buz e urdhnin e Zotit. A dini që Zoti, qëse unë jam muslimane, burri jam muslimane, dhe po thot burri jam prej sotit mos po du me besu Zotin, s'du me fal namaz, s'du me besu be qfar Allah qfar sende, s'du me besu. Qatë moment unë, ose thot du më baj krishter, qatë moment unë e duhet me dal munda prej burit, talak, shkurërzim. Se mua bet, po bëjmë të më dhënë se ka këse kundërshtimesh. Mirë, për shemë, a ma mirë, po bëjmë mua bet tani, a ma mirë është me marë një vajzë krishtere, a me marë vajzën e agjes? Të dyjat janë të ndalume. Kjo e krishterja është ndalume me islam, vajza agjes është ndalume me tradit Kosovës, me traditën e kanun. Do thuan për shembull, me marë vajzën e agjes nuk ka kunisen. Me marë për shembull, ka bolla ki për shembull, laç kofti ka vdek vllai
I ka vdek ka vdek vllai e në thot me marr nusën e vllajt. Këto nuk I kemi pas ne. Ne si shqiptar, domethënë çdo tradita nuk I kemi pas. Po, kanë pas vallajën kthy për vllat burrit. Te shqiptarët po, për vllat burrit kunatin e kanë marr. Unë kemi tash për shembull I ka Kjo është normale te kanuni I shqiptarëve është e lejume, nuk është e ndalume. Edhe me Kur'an nuk është e ndalume. Për lexua ajetin kuranor që tregon Zoti tregon për një burr me kon nuk mundet mu martu. A nuk I thot në Kur'an martoju me çikën e axhës, po thot nuk mundesh me nonën, me tezën, me hallën, me fëmijët e vllajt, çikën e vllaut, me çikën e motrës, me nonën e gruas, me nusën tënde, nuk mundesh, djali u ka nda, po thot baba unë e pe marr nusën, nuk mundesh. Ama nuk thot në Kur'an Zoti që mundesh me çikën e axhës. Po thot vetëm me kon nuk mundesh mu martu. Ndërkaq, profeti mandej thot mundeni mu martu, po është ma larg, ma mirë. Plus, vazhdon. Nëse në një tradit, si ne në Kosovë, nuk është adet, I thojnë urfa, është ligji I shariatit. Urfa, nuk është zakoni ati vendit mu martu me çik të axhës, atëherë ju e keni haram. Prandaj na shqiptarët nuk e kemi tradit mu martu me çikën e axhës. Edhe këtu Kurani distancohet. Arab, domethënë ato të Jo, me Kur'an e kanë të lejume, edhe na e kemi të lejume si shqiptar, si musliman. Edhe na e kemi të lejume si musliman, shqiptar. Po te na shqiptarët e kanë traditën. E tash këtu dietarët islam thonë, masi tradita e shqiptarëve, koka 5 breza ma larg, atëherë për neve ndalohet. Asnjë shqiptar në Kosovë nuk e njoh unë që është martu me çikën e dajës. Asnjë nuk e njoh, me çikën e axhës, asnjë nuk e njoh, sepse Kurani është fleksibil. E modifikon, nuk ta shkruan ty që nuk mundesh ose mundesh mu martu me çikën e axhës, çikën e dajës, nuk ta shkruan, por talent diskutabile. Nëse ti don, qëto I ki të ndaluara, këto tjerat nëse don merri, s'ka problem. Por nëse tradita jo të thot nuk ban, edhe këtu nuk ban, edhe Kurani rrin me ato nuk ban. Për që ato na shqiptarët, falë Zotit e kemi traditën, edhe nuk martohemi, edhe kur s'kemi mu martu. Ai që martohet, ai u pas ka arabizu. Ai është musliman, po plus është arabizu, arab. O bo, ai mos t'i thot vetës shqiptar. No, shqiptar nuk është. Shqiptar që Adem Jashari vat. I pata një gjerat, se ma i afer. A di se tavolina e vogël, po I pata një bisede u qova e mora. Qëtu ne di zotris Escobar? Të kuptova shumë drejt, unë për shumë se nuk e kam një farmoshe 50 vjetë, okej? Po. Veç pak një përgjegje, shkon Turqi ma mirë, o zotni, vel tendencë shko ti atje në Los Angeles, se pas ke emrin që asisoj. Unë nuk jam turqeli, unë jam shqiptare, që se shkoj në Turqi, shkoj edhe në Gjermani edhe në Zvicër për një jetë më të mirë, nuk rri në vendin tem. Qofse e shoh që nuk janë në rregull, ama në Turqi nuk shkojnë. Po pikërisht se për këto domethënë se ne për shembull, u momen shumë mirë, domethënë ne të Shqipërisë. Po folim. U momen shumë mirë na, domethënë njëri ta prish sistemin, njëri në 97-ën. A s'kemi pasur në këto rrjete sociale, por nuk kanë qenë këto mllefet, e zëm shembull. Mu taku me një të krishter, për shembull. Bërë aki kam flet me një kërvat, kupton atë kuptimin, me një shtëpi, kemi një vend, kemi pi, kemi asoj nuk pasëm dheke.
Edhe sot, me qikën e djalin Argjës, ja qes krahun, si vllau jeme, kam ani pse kom shamin, se unë jam shqiptare. Këtu më vini natë se pse sot, dhe me thonë, sot në vitin, dhe me thonë, 2026, këto mlefe, dhe me thonë, për njërë një tjetëri. E në kemi realist tani, për shembull, dhe me thonë, unë, me sa shoh, për shembull, shumë hoxhallar, dhe me thonë, janë të i prish edhe njerëzit. Dhe me thonë se asnjë që thot e zëm shembull Oskobari nuk thot Iqbalja, që thot Iqbalja nuk thot ai tjetri. Pse për shembull ai Kurani për shembull, ai si e lexon, ai ka ato fjalë të njëjta, e zëm shembull, nëse e kam lexuar unë që ato fjalë kam i thonë për shembull xhamatit tim. Nëse e lexon Iqbalja çato fjalë, mu këtu dhe me thonë, më vinë për tu, dhe me thonë, për lujtë mesh. Se në qëpëse për shembull janë çato fjalë, për shembull 1+1, Iqballi bajnë 2. E në të Iqballi dhe me thonë xhamatit tanë, ole xhamat, 1+1 bajnë 2. 2+2 bajnë 4. Jo unë për shembull 2+2 bajnë 6. Nuk bajnë 6. E në këtu Po shiko, kjo është shkencë, 1+1 bën 2, shkencë eksakte. Të dhëm shembull, se unë bërna ki nuk e kam lexu, zoti më falt. A më kupton, mirë është të lexu, zoti më falt, se nuk kam ato. Por tani, nëse ti e ke lexu Kur'anin dhe del për shembull dhe i thu për shembull xhamatit tan, fjala vin, 1+1 bën 4, është shumë gabim. Të janë ti që rëntu njerëz, besom nëse ja ke vore edhe ti, janë ti që rëntu për shembull njerëzit. Dhe nuk janë për shembull shpjegimin e duhur se nëse ti e ke lexuar Kur'anin një herë për shembull, ti mund të japsh një shpjegim pse Muhamedi alayhis salam është martuar me një vajzë 6 vjeçare. Pse ka marrë nusën e djalit. Shiko, këto gjanat, sidomos TikTok, ka shumë gjë normale që dalin këto plasaritjet në mendime në asi, sepse islamin po e komentojnë ignorantët. Ose po e komentojnë hoxhallarët me mantilin e gënjeshtrës, gjyben e gënjeshtës, ose trisende janë, këta, ose nuk po e studiojnë islamin thellësisht, po si përfatsisht. Kurani nuk është libër shkencor, 1 dhe 1 bëjnë 2. U zona një shembull, kuptojmë çfarë do të thonë, a? Por është shkenca brenda kësaj është. Përmenden edhe 6 ditët e javës, edhe 12 muaj përmenden. Ky nuk është libër shkencor, po shkenca është brenda, sepse shkencëtarët e zbulojnë. Ndërkaq shpikjet i ka po vetëm Zoti. Edhe neve na lën dorë me zbulu, po kthehemi te Kurani. Po thuti, atë pas ka qenë 6 vjeçare, 7 vjeçare. Nuk është historia e vërtetë. Shumica e xhallarëve e dinë edhe historiografia e shënon. Historiografët që janë profesor doktor, që Aisha ka qenë 18 vjeçare, 14 kur është feju, 18 kur është martu, plus Aisha ka qenë e fejume për tjetër kënd. Pastaj u ka martu, u kanë nda prej ti, si ka shku muhabeti, pastaj e kanë martu për profetin Muhammed. Ama, ç'është mundet mu kanë e fejume 6 vjet? Pra, historiografin e kanë shkrujt jevrejt. Edhe muslimanët i kanë shkrujt hadithe të rrejshme. Me Kur'an s'kan mund me lujt. Se me Kur'an nuk shkruan këtu që sot e lexuam duhet me marr pëlqimin prej vajzës, nëse don me feju. Nëse vajza thot jo s'po du, s'ke mund ti me feju. Kurani po thot, a çato që po thënë 6 vjet Hatixha, Aisha kjo, ato në krejt gënjeshtrat që i thojnë Israilate, rrëfimet Israilate. I kanë marrë rrëfimet para profetit Muhammed, i kanë fut në hadithe të rrejshme, që ky rendja, peshe që ky librat e kaltët e s'po shihet prej dritës,
që këto librat e kaltërta, këto janë krejt hadithet e synive që unë i kam, edhe unë jam katastrofë, jam trishtu për ati profetit Muhammed, kom fillu mos me dasht profetin kur i kom lexu këto hadithet erotike. Thoj shumë babës tem, o babush, çush është bre mundshme pejgamberi 50 vjeç, pejgamberi 50 vjeç, edhe ka flajt me Ajshën, e ka kap prej kuklës, e ka hek edhe ka shtin dyshek. Që shtu moment në shkoj. Se dishëm unë që ka bëjnë dyshek, ama e dishëm që qika vogël 6 vjeç që duhet me flajt me nonën. Duhet mi thonë për të frejnë. Ku? Edhe kur u rrita unë kur shkova në Sarajev, për një muj 4 kretë që të 10 librat e Sahihul Buhariut i kum lexu, për 3 muj, verës, në pushime, ditë e natë tu lexu, mu ka gërdit profeti Muhammed, një e dyta. Adaptimi, o zotni, adaptimi në islam nuk lejohet, që ose unë s'kam fëmi. Zgudzoj mërë unë me shku me marë fëmin, falni të paliqëm. Aj fëmija që ose marë unë një djallë, unë si të bëhet aj 14 vjeç, unë du të me qita valën prej ati. Së është aj djalli jem. Aj së mundet me mpa mu kimeno. Nuk është djalli jem. Në islam nuk lejohet adaptimi i fëmive. Ka kanë fut këta. Por para islamit, është leju adaptimi, profeti e ka marë Zeidin edhe e ka marrë këtë djalin 5-16 vjeçar të madh. Ku adaptohet fëmija 15 vjeçar. Po, qashtu i kanë thonë para islamit. Prandaj, e ka martu me këtë Zejnepën, Harithin, Zeidin e ka martu me Zejnepën, dhe mandej si ka shku muhabeti mirë, si ka shku. Bilezdia është për këta, për tjetërin ka thonë, o, ja Resulallah, erën e gojës së m'pja duroj, shumë njeri mirë, po m'bjen me bje, dhe era e gojës e ka, së është që i lanë dhëmt, po prej lukthit del ajo era. Edhe pejgamberi ka thonë, ndajo, edhe kjo, nuk ka adaptu pejgamberi fëmijët vogël, e ka pas Fatimën, shkapi duhet Zeidi. Zeidi ju konë 5-16 vjeçar. Kjo është mos ditunia, kjo është ignoranca. Ignoranca e atyve që dëshirojnë me ja poshtru autoritetin e profetit, se s'kan mund me poshtru, s'ka as një send keqe që ka bo profeti, kanë dash mja bo përmes grave, përmes pislëqeve. Po s'kan arrit, se na musliman që studiojmë, na i dim këto gjona. Po ka edhe o gjallar ignoranta, Merjem Lumi, ajo ka qenë teologe shumë e zota, kur dula jo, mja qitë për sheshi, për në shesh, rrenat e o gjallarve, që kur tha ajo me laps në dorë, Allah je shpërbleft, se ato kanë me dhënë përgjegjësi prej Zotit, që e kanë qitë në krizë psikologjike, një grue shumë të zhut, e heki edhe shamin edhe kret edhe krishtere ka qenë, edhe ortodokse, mande ka studiju për fin, kur tha ajo në tabel, tak, 18 vjeç, unë e kom thonë para saj, po mu s'ma kanë marë, se kjo, apo kupton, kjo shia, kjo jo besimtare, senda, unë e kom thonë para saj, po s'ka derë, se unë e kom e hlibetin, çka dohet më thënë. Edhe ajo, kur i tha aty 18 vjeç, 21 vjeç është martu Ajsha. 18 që është feju, i qiti adorrena të qëti Sahihul Buhariut, që të librat që piman shpi, që janë arabisht edhe shqip, i qiti adorrena për mejdoni, që gruan e qitën prej punës, jam mbyllën YouTube-ën kanalin me 300.000 veta, kreti bonën. Prandaj, mos u bazoni në fjalët e ignorantëve. Qofse donë me pyete, ki hoxhallar të diplomuar, islamolog, që une për shembull, une jam ende në studim, plus e kom kry medresën, çdo send që ka e tham, une në qafë teme e marë. Se qësaj kamerës që tu, heci tutë, ama bashkë heci tutë, veç që ti kamerës nanë. Po bre, po pikërisht prandaj po them, po bëjmë më betë, më thonë se bashkë na kanë hinë kohë, ti jemi realist. Më kuptoj. Tani për shembull,
kur po të pyes ti, për shembull, që unë nuk e di. A më kupton që është bën vaki ignorant, jam nuk kam lexu, domethënë po çka kam një, çka kam atë. Problemi o këtu, se pse për shembull nuk bëhen edhe njerë bashk, e zë më shembull gjithë. E në me thonë për shembull si, ose si thej ti atë librat blu. Atë librat blu, kush i ka shkrujt edhe pse mi lexu, edhe pse mi qitë në treg për shembull. E që kjo është puna, për tu o problemi. Problemi është e kokat. Ato libra nuk kanë dalë sot. Moti. Nuk i ke nxjerrë, nuk i ke shkrujt asun as atë. Ato libra për janë shkrujt para 5.000 vetë do të na Po, 1.000 vjetëve. Jo, 1.200 vjetëve. Sepse 200 vjetë mas profetit që to janë shkrujt. E merrem me 200 vjetë mas profetit. E në kjo, për shembull, këtu nuk e kuptoj, për shembull, sa të thonë, për shembull, në filan Koran thot, për shembull, e kje surja kaq, thot, për shembull, është ka marrë profeti jot, thot, ka marrë, thot, një fëmijë 6 vjeç. Me kanë për të 9 vjeç. Këto janë, domethënë, askush, një njeri normal me qenë, domethënë që nuk është, domethënë edhe me kon idiot, në atë kuptim në fjalës. Bravo. 50 vjeç, me fet, në kërvat, me një fëmijë 9 vjeç, kjo është... Edhe 50 vjeçari, 50 vjeçari. A më kupton. Mrapa tjetër në thot, ka adoptu fëmijën, ka marrë nusën e djalit, e ka martu, e ka nda prej asaj, e ka marrë prap vetë. Jo, edhe kjo tregova, adaptim nuk ka në islam, ignorantët për shpjegojmë, plus është një grup i cili nuk janë ata, as të krishterë nuk janë, ju garantoj. Se ata as nuk dalin me ftyrë të veten me folë. Se unë i ndëgjoja do të krishterë, është një grue krishterë, është pastore, atë ishtë sa mirë fletë për fene vetë. Ama qëto grupe që dalin këtu, pa ftyra, pa emër të vërtet, që frigohen mas ftyrës vetë, ata janë njerëzit misionar të paguar për mi përqa krishtert edhe muslimat. Se ti kur por qet një rren, një helm për muslimant, për shembull Aisha që ka, po qohen muslimant edhe këta krishterë tjerë që i ka shok, po ato kryja e tyve që i udhëheqin lajfin, një 2-3 veta, e ata nuk janë të krishterë. Nuk janë. Ata veç i kanë lexu Kuranin, copa ku me i kap muslimant, që nuk kanë njohuri, i thënë që Muhamedi djalit adaptum ja ka marrë gruën. Turb bre, Muhamedi, për ti do të me marrë abdes me folë për Muhamedi, për sallallahu. Brena janë. Atë më gënjishta. E lë, apo folë diçka se metëm, tash po jo një juve. Mentor mirë sërë. Apo më një gjanë? Po, unë. Unë jam ka Zhvicra. Po, shumë mirë. Me origjinë? Malitëzi. Shumë bukur. Njeva shumë herë, kom po shumë video të tuat, si po përmend shumë Eli Bejtin, Po. Edhe Kurani a është për ata pa dishëm, a për ata për dishëm? Për të gjithë është. Edhe për dishmit edhe për pa dishmit. E felata Akilun, 130 herë, Zoti thot, pse s'po mendon? E pikë më. A është